Të dy, ku janë mitë që ikin kur mbytet ania, për të mos u mbyt dhe vetë, po ligji do jetë edhe do i pa mëshirë dhe ndaj tyre. Ky ishte reagimi i parë i Sali Berishës për dorëheqjen e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angela Gaçi dhe ish shefes të kabinetit të kryeministrit Edi Rama, Vali Bishga. Dona Gaçi Dhurat Madhi është një nga koskat mafioze më të rrezikshme të Ballkanit. Kurse për Vali Bishgën mund të them se si kur ndonjëherë në zyrën e saj bëheshin pazaret për bypassin e Thirrit, cilat unë i kam denoncuar me kohë. Ndërsa kryeministri Edi Rama nuk ka konfirmuar zyrtarisht se do të marrë pjesë në mbledhjen e bordit të paqes që do të zhvillohet në Washington për herë të parë në ndërtimin e presidentit Donald Trump, Berisha kishte këtë përgjigje kur u pyet a duhet ta kalojë oqeanin shefi i qeverisë. Edi Rama kudo që të hyjë, kudo që të dalë, hyn dhe del si kryetari i një organizate kriminale. Në mes përplasjeve politike, PS-PD gjetën dakordsinë për të vijuar punën për reformën zgjedhore, ku Berisha shpalli një synim. Dhe të gjitha forcat politike opozitare u angazhuan për Shqipërinë një zonë elektorale. Në bashkëbisedimin me qytetarë përmes rrjeteve sociale, Berisha hodhi akuzat të forta ndaj tyre që i konsideron tradhtar brenda Partisë Demokratike. Nuk bëhet fjalë këtu për Bashkën dhe pasardhësin e tij Saljanin. Këta janë një lloj dashsule me petkun e demokratit. Në lidhje me vijimin e protestave të opozitës, Berisha tha se PD po konsideron dhe protestat në porte dhe aeroporte. Janë në konsiderata aty. Bëri thirrje për protestën e 20 shkurtit, duke thënë se PD nuk synon dhunën, por nuk siguroi asgjë.